Tirana e njohur ndryshe edhe si qyteti mbi 1 milion banorëve tashmë edhe statistikisht, po përballet vitet e fundit gjithnjë e më shumë me ndërtime të pafundme, me një qarkullim shumë të madh makinash, sigurisht ardhur kjo edhe nga popullsia e shumt. Por çfarë sjellin këto në ndotjen e ajrit në këtë vend dhe çfarë sjell ndotja e ajrit në shëndetin e njerëzit? Flasim sot me profesor Çamil Dika, ekspert i shëndetit publik dhe pedagog në Universitetin e Mjekësisë. Doktor, përshëndetje. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë për të trajtuar një çështje të rëndësishme që është impakti i këtij zhvillimi, urbanizimi të shpejt të qytetit të Tiranës, një metropol në plot kuptimet e fjalës, për nga përmasat e zhvillimit, për nga ritmi i shpejt i ndërtimit në të, përgjatë këtyre 3 dekadave të fundit, por nga ana tjetër nuk shohim që me të njëjtin ritëm zhvillimor, institucionet të kenë mundësi të qasin politika zhvilluese për parandalimin e ndërlikimeve të shëndetit dhe qytetarëve, të cilat mund them që kanë tejkaluar ritmin e zhvillimit të ndërtimit sa i përket problematikave që ato kanë në grup mosha të ndryshme për problematikat caktuara shëndetësore. Ti marrim pak me radhë. Çfarë vën re qytetarët është ndërtimi plot pluhur shumë i madh nga inertet, nga vetë ndërtimi që shkakton makina shumë të cilët djegin hidrokarbure, karburantin dhe sigurisht edhe shpërndahet në ajër, po kaq është ajo që mund të shohin edhe qytetarët. Po cilët janë ndotësit kryesor në vend? Kryesisht pra edhe në Tiranë, meqenëse se është një prej vendeve më të populluar dhe më të ndotura gjithashtu. Sigurisht, nëse ne do të referohemi zhvillimit urban të Shqipërisë vitet e fundit, janë 2 sajte kryesore, pa diskutim është Tirana, por është edhe zhvillimi i Bregdetit së fundmi. Ne do të kuptojmë që ritmi i urbanizimit të Tiranës është i një shpejtësie marramendese, qoftë nga cilësia e objekteve në të cilët ndërtohet, po qoftë edhe nga ndërlikimet problematike që këto shkaktojnë në jetën e qytetarëve. Ne duhet kuptojmë që kjo Tiranë në të cilën ne jetojmë sot, ishte e projektuar para 50 viteve në ritme zhvillimore të jo 1 milion banorëve që aksesojnë atë sot. Ne, sigurisht, përgjatë këtyre 30 viteve, e theksojmë me keqardhje që urbanistët, apo planifikuesit, apo të gjithë ata të cilët e kanë lejuar këtë ritëm problematik zhvillimi, nuk kanë mundur të jenë as në lartësinë e urbanistëve të para viteve 90 në Shqipëri. Ne sot vuajmë disa pasoja shëndetësore të problematike që vinë si pasojë e këtij ritmi zhvillimi. Dhe ritmi zhvillimi ne kemi parasysh një numër ose për të kuptuar edhe impaktin e drejt për drejt në qytetin ton sa i përket shëndetit. Tirana, pa diskutim, një qytet shumë i bukur, ka një ritëm zhvillimor të vlefshëm, por tejkalimi ja çdo logjike për numrin e automjeteve të cilët frekuentojnë apo posedojnë qytetarët e këtij qyteti dhe më tej akoma frekuentojnë qytetarët nga të gjithë Shqipëria në një ditë të vetme, do të jetë një numër rekord i papranueshëm për standardet rrugore në të cilët ato lëvizin, po themi, janë edhe ndotësit ndoshta kryesor të ajrit në këtë qytet. Pastaj, po të hymë edhe tek cilësia e karburanteve, me të cilët këto automjete lëvizin, kjo pasojë shëndetësore mbi ngarkohet apo e tejkalon normën e lejuar. Dhe po të vëmë re, ne në statistikat e organizatës botërore të shëndetësisë, Tirana renditet si një ndër qytetet më të ndotura, jo vetëm në rajonin e Ballkanit, por edhe në kuadrin e qyteteve më të ndotura ndërkombëtarisht. Kjo është një problematik thelbësore, mbi të cilën patjetër duhet kemi masa ndërhyrëse. Sigurisht, prej gati më shumë se sa 2 dekadash,
ky qytet është në zhvillim të vrullshëm sa i përket ndërtimit, dhe një ndërtim i cili para pak vitesh ka qenë totalisht jashtë kontrollit, sa i përket masave ndërhyrëse në ruajtjen e parametrave mjedisor, ne sot kemi patjetër edhe ndërlikime të rënda apo problematike shëndetësore, sepse këto grimcat e imta të cilët përhap ndërtimi, pra pluhuri i pafundëm, një ritëm problematik në të gjithë zinxhirin e transportit të mbetjeve inerte, të cilët hidhen pa vende të autorizuara e kështu me radhë, por një pjesë të këtyre elementeve apo dimensioneve ishin edhe risi pasi institucionet nuk kishin mundësi ti parandalonin, sepse edhe nuk ishin dot në lartësinë e duhur profesionale apo të ritmit të zhvillimit për të parandaluar të gjithë këtë sens zhvillimor i cili patjetër ka impaktuar në shëndet. Këto grimca pluhuri kalojnë çdo barrierë që mund të ketë organizmi dhe futen brenda në organizëm? Këto grimca pluhuri në këtë ambient ku vetëm ndërtohet pa kufi, kalojnë çdo limit të pranueshëm të bashkëtesës së komunitetit me ritmin e zhvillimit dhe shoqëruar këto edhe me ndotës të tjerë, ku përfshim këtu problemet me administrimin e mbetjeve, problematikat e shumta me cilësinë e naftës dhe ndotësit e tjerë, por duhet kemi parasysh që Tirana është një qytet industrial, do të thoja, ku fabrikat të ndryshme të shumta, të zhvilluara vrullshëm patjetër gjatë këtyre, sepse Tirana nuk është vetëm qyteti, po është një sajt, do thosha, ku pra urbanizimi i ndodhur përballë të gjithë këtyre dimensioneve ka ndikuar patjetër në impaktin e drejt për drejt të këtyre ndotësve në shëndetin e qytetarëve të grupmoshave të ndryshme, që nga foshnjët, të cilët ne identifikojmë një rritje të lartë të numrit të prekurve kryesisht me manifestime alergjike, por jo vetëm, edhe ata të cilët shkojnë deri në bronkospazma apo ndërlikime pulmonare janë të shumtë, por edhe qytetarët e tjerë. Pra ne kemi rritje të numrit të vdekjeve nga smundjet kanceroze, të pulmoneve, mbi 3 të rasteve në këto dekadët të fundit, dhe kjo është një rritje e frikshme, pasi ne akoma nuk mund të themi që jemi në kuadër të pasojave reale të kësaj ndotje. Pra, kanë kaluar vite, por unë mendoj që ne jemi në konsolidimin e këtyre elementeve, dhe më pas kur ne përballemi me mos marrje të masave konkrete dhe nga ana tjetër shtim të vrullshëm të ritmit të zhvillimor të ndërtimeve, por nga ana tjetër nuk ka asnjë politikë të qartë të institucioneve për menaxhimin e ndërtimeve dhe cilësisë në të cilën ato do të zhvillohen. Edhe sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, kanceri mushkrive zë vendin e tretë sa i përket vdekshmërisë të kancerëve të ndryshëm në vendin tonë. Ai atribuoni këtë, e lidhni këtë edhe me ndotje në vend, apo janë edhe shkaqe të tjera të cilat pa diskutim që zënë vend në këtë lloj shifre? Dhe përveç se të shkojmë në këtë lloj sëmundje që është kaq e rëndë, cilat mund të jenë disa nga pasojat e tjera që mund të shkaktojnë ndotje në organizëm? Unë do ta lidhja jo vetëm me ndotjen specifikisht, por me këtë kaos total urbanizues të Tiranës, i cili jo vetëm shkakton ritmin e lartë të vdekjeve nga smundjet pulmonare, por neve na krijon sindromën e ankthit të vazhdueshëm dhe psikozave problematike, pasi ky kaos total
neve jo vetëm na ndërlikon jetën në cilësinë e ajrit që ne thithim çdo ditë, por na ndërlikon edhe në këndvështrimin e patologjive të tjera, në obezitet. Është vënë re që problematikat urbane të qyteteve në ritmet e zhvillimit të Tiranës ka një ritëm më të lartë të problemeve me obezitetin, me smundjet kardiovaskulare dhe sigurisht ato shkaktojnë deri në probleme të moderuara dhe të rënda të shëndetit mendor, si pasojë e gjithë këtyre elementeve të cilat ne identifikojmë nga mungesa e urbanizimit të duhur. Pra, ne kemi një ritëm të vijueshëm 365 ditë në të cilën Tirana përballet me imazhe të vinçeve të cilët punojnë ditë e natë në gropa ndërtimi dhe në kapanone të tëra, të cilat zhvillojnë veprimtarinë e ndërtimit pranë komuniteteve ngjitur me ta afër tyre e kështu me radhë. Sipas OBSH-s, ndotja e ajrit shkakton rreth 7 milion vdekje të parakohshme në vit, ndërkaq edhe nga një raport i Agjencisë Europiane të Mjedisit, Shqipëria ka numrin më të madh të vdekjeve në Europë me shkaktarin O3 me më shumë se 100 humbje jete për banor. Pra humbje jete parakohe për banor, ndjekur më pas edhe nga vendet të tjera të rajonit si Malizi, Bosnia, Hercegovina e Greqia. Si e komentoni këtë shifër? Këto shifra janë të frikshme, janë tejet problematike, janë shifra të cilat pavarësisht se institucionet shqiptare nuk raportojnë në mënyrë evidente për komunitetin, për publikun, madje edhe për studiuesit, janë shifra të besueshme, të cilat duhet të jenë një kamban alarmi në raport me politikbërësit dhe ata të cilët marrin vendime, drejtuesit e institucioneve të ndryshme, urbanistët në tërësi dhe drejtuesit në nivel madhor të shtetit për të marrë një plan masash, jo një dy të vetme, në drejtim të administrimit të këtyre problematikave. Unë personalisht jam për zhvillimin, jam për incentiva të vazhdueshme, por ne shohim që kemi një keq administrim të jetë problematik të gjithë këtyre, po themi, sajteve ndërtuese. Por nga ana tjetër, ne nuk shohim që këto politika të shoqërohen me oponencë apo këto leje zhvillimore dhe ndërtimore të shoqërohen me oponencë të plot nga pikpamja e ndikimit në komunitet dhe ndikimit mbi pasojat shëndetësore. Dhe kjo mendoj që është jo vetëm një ndër elementet e cila duhet ndërhyrë në mënyrë emergjente, por neve kuptojmë që i gjithë ky komunitet i ri ka problematika në drejtim të urbanizimit, jo vetëm në mënyrën se si ai ndërtohet, por edhe në mënyrën e se si ky komunitet do të ketë akses në shërbimin shëndetësor, në shërbimet arsimore. Ne tashmë vuajmë pasoja të rënda të zonës e Astirit. Ka qenë rasti tipik në qytetin e Tiranës, i zhvilluar në mënyrë shumë të shpejtë, por në një qytet më vete, me 50 apo 70.000 banor, mungon një qendër shëndetësore, mungon publike, mungon një qerdhe, një kopësht, mungon një shkollë nëntëvjeçare apo një shkollë e mesme. Të gjitha këto elemente, që janë elemente shumë të rëndësishëm sa i përket aksesit në shërbime publike, krijojnë kaos, krijojnë stres, krijojnë mungesë të një cilësie jete të një komuniteti kaq të madh të qytetarëve të cilët jetojnë. Problemi nuk është ke mënyra se si është zhvilluar Astiri. Unë shoh problem që akoma ne vijojmë, projektojmë, edhe lejojmë ndërtimin dhe zhvillimin e këtyre sajteve urbane pa shërbime të caktuara
dhe reduktojmë hapësirat e gjelbërta dhe ku nuk ka një plan real se si qytetarët të rrisin cilësinë e jetës tyre, jo vetëm përmes reduktimit të një elementi që shumë i rëndësishëm aksesit në shërbime, por edhe në reduktimin praktikisht të hapësirave të gjelbërta, apo edhe transporti publik. Transporti publik është një kaos i cili prej dekadash nuk guxon asnjë qeverisje lokale apo qendrore të ketë një plan zhvillimor i cili të i kalon ciklin e një mandati qeverisës. Ne duhet kuptojmë që Tirana nuk mund të ulin ndotjen nëse nuk bëjmë funksional transportin publik, nuk bëjmë funksional rrugët e kalimit të automjeteve të cilët do të transportojnë qytetarët, pa aksesuar gjithmonë automjetin e tyre edhe për të bërë një distancë të shkurtër, qoftë edhe për të blerë bukë praktikisht për nevojat e tyre personale. Disa institucione kanë mbi vendosje të kompetencave apo të veprimtarisë së tyre në raport me këtë problematikë që është monitorimi i cilësisë së ajrit. Praktikisht Instituti i Shëndetit Publik, por besoj edhe Ministria e Mjedisit, duhet ketë institucione, duhet ketë organe specifike të cilat bëjnë këtë veprimtari. Dhe mungesa e transparencës në raport me qytetarët, sa i përket këtij elementi jetik, pra cilësia e ajrit në qytetin ku ne jetojmë, por edhe e informimit në mënyrë periodike edhe të institucioneve që duhet ta zhvillojnë këtë veprimtari, përfshi autoritetet e pushtetit vendor, bashkisë, këshillit qarkut, prefekturës, në nivel lokal pra, nuk ka një qasje ndërsektoriale të cilët të kenë kompetenca konkrete jo vetëm për të përmirësuar, po së pari të dinë se në çfarë metra ndodhet situata reale. Ne kemi her pas here vështirësi në gjetjen e këtyre dokumentave, këtyre elementeve informues, të cilët pastaj mund bëhen dhe publikime konkrete dhe mund të formulohen strategji apo mund të formulohen rekomandime konkrete për drejtuesit e institucioneve. E aq më pak një qytetar i cili vendos të blej një shtëpi, një banesë, apo të rrisi fëmijët në një zonë të caktuar, bazuar edhe tek cilësia e ajrit në këto zona. Gjithçka është kaotike, gjithçka është në mungesë të plotë të transparencës dhe gjithçka është e stimuluar për të mbajtur ndoshta në këtë suaz në mënyrë që askush mos të marrë masat e dukura, sepse kjo pastaj do të kërkonte jo vetëm një monitorim të rrept, po do të kërkonte edhe ndërhyrje të cilat mund të jenë dhe shumë të kushtueshme sa i përket këtyre veprimtarive në drejtim të përmirësimit të situatës aktuale. Zonat sajtet më të problematike sa i përket ndotjes së ajrit në qytetin e Tiranës, në vend të parë është Zogu i Zi, i cili ka një aksesim shumë të lartë të automjeteve në Tiranë dhe besoj dhe qendra e Tiranës, e cila gjithashtu ka një frekuentim shumë të lartë nga qytetarët sa i përket institucioneve që ndodhen në këto zona. Edhe qytetarët kanë frekuentim të lartë dhe niveli i automjeteve të cilët frekuentojnë zonën sigurisht kanë ndotjen e madhe të ajrit, por duhet kuptojmë që këto zona kanë qenë dhe shumë të ndërtuara përgjatë 2 dekadave të fundit. Zonat më të mira, besoj atje ku rezidencat luksoze të vilave rreth zonës së Tegut, po themi,
duhet të jenë dhe zonat edhe me mikroqarkullim të ajrit shumë të vlefshëm, apo kodrat rreth liçenit të thatë të cilët i referohemi. Besoj diçka ka ngelur akoma nga zona e liçenit, por ritmi i ndërtimeve në këtë zonë besoj që nuk mund cilësohet më si zona me cilësinë e ajrit më të mirë në Tiranë aktualisht. Sa i përket një monedhe apo butoni magjik, unë besoj se ne nuk mund të kemi. Ne si shoqëri patjetër na pëlqen që ta gjykojmë këtë me një njeri të fuqishëm i cili zgjidh gjithçka, apo tek elementi i cili është më shumë një mashtrim se realiteti, pra të zgjidhim gjithçka me njëherë. Kjo nuk mund zgjidhet me njëherë, kjo kërkon kohë, madje kohë shumë të gjatë për të arritur në ekuilibrin midis ritmit të zhvillimit edhe cilësisë që na ka falur Zoti përmes natyrës, dhe ruajtja e këtij ekuilibri është jetike për cilësinë e jetës të cilën ne do të rrisim fëmijët tanë dhe do të trashëgojmë më pas pasardhësve. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar që institucionet ndërmjet tyre, shoqëria në tërësi duhet të jetë një grup presioni i madh, dhe shpresoj që ky informim publik të shërbejë sadopak në vetëdijësimin qytetar, por edhe të vendimarrësve për të nxitur një proces që të paktën mbas 3 dekadave apo 5 dekadave ne të kemi një qytet më dinamik sa i përket respektimit të cilësisë ajrit dhe të një jete më komode dhe më cilësore në këtë qytet. Dhe kjo kërkon një seri planesh të cilat kërkojnë qasje ndërsektoriale, bashkëpunim aktiv. Kjo kërkon një vëmendje të posaçme dhe një nxitje profesionale së pari nga urbanistët. Kjo kërkon një vëmendje të posaçme nga politika, e cila fatkeqësisht dhe fatmirësisht drejton gjithçka në këtë vend, dhe nëse vullneti politik do të jetë i tillë, i cili të kuptojë që ne jemi në limite të një qyteti të jetueshëm në këtë vend, dhe për këtë arsye kërkohen hapa konkret në planifikimin urban të qëndrueshëm, i cili bazohet në respektimin e parametrave të mjedisit dhe në cilësinë e jetës së qytetarëve. Për këtë kërkohet një angazhim i gjithë atyre institucioneve që së pari miratojnë lejet e zhvillimit dhe më pas ato të ndërtimit, qoftë në nivel të pushtetit vendor, pra bashkive, por edhe në nivel kombëtar, pra Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, të cilët duhet të jenë shumë rigoroze dhe strikte në raport me respektimin e këtyre dimensioneve, por nga ana tjetër, unë mendoj që ka ardhur koha që çdo projekti madhor dhe jo vetëm duhet të kalojnë në oponencën e padiskutueshme të ekspertëve të shëndetit publik për ta vlerësuar atë nga pikpamja e ndikimit shëndetësor në komunitet. Dhe kjo duhet të kthehet në akt normativ për të respektuar nga gjithë ndërtuesit. Sigurisht ndoshta është koha që të forcohen masat për shkeljen apo për ndotjen e mjedisit nga ana të gjithë ndërtuesve, për të kuptuar që ndërtimi nuk është vetëm një mjet fitimi, por është një garanci për zhvillimin e komunitetit në mënyrë të qëndrueshme. Është koha që ne të zhvillojmë plane së paku afatgjata të projektimit të qytetit. Ne duhet mendojmë për Tiranën e 2050-s, 2100-s apo 2300-s, për të kuptuar që qyteti nuk mund zhvillohet në mënyrë kaotike, siç shoqëria ka vepruar përgjatë kësaj periudhe, dhe sigurisht që ne duhet kuptojmë që edhe edukimi shëndetësor është një urgjencë kombëtare
pasi dhe vetë shoqëria e cila është sjell me qytetin në këtë formë, përmes ndotjeve të ambientit, është në një moment të cilën duhet reflektoj për të kuptuar që ne kemi përgjegjësinë individuale në respektimin e të gjithë parametrave të shëndetit ndaj të gjithë atyre bashkëfjetuesve në këtë qytet. Doktor, faleminderit shumë për informacionet që bashkëndam dhe që përcollëm nëpërmjet këtij shkrimi dhe këtij hulumtimi që kemi realizuar, dhe duke shpresuar gjithashtu që të gjithë këto informacione të shkojnë gjithmonë në drejtim të përmirësimit të cilësisë së ajrit në qytetin e Tiranës, por edhe në qytetet e tjera të vendit, të cilat gjithashtu vuajnë nga kjo rëndesë e cilësisë, pra e ndotjes së ajrit. Faleminderit.